Shoqëritë e ujësjellësve kanë përmirësuar lehtë treguesin e eficiencës së energjisë, duke ulur kostot e furnizimit me ujë. Sipas të dhënave zyrtare nga enti rregullatori i ujit, gjatë vitit 2024 ky tregues rezultoi në 0.58 kWh për metër kub, nga 0.65 kWh për metër kub, që ishte një vit më parë. Sipas RUs, përmirësimi i treguesit ka ardhur nga ulja e konsumit me rreth 5 milion kWh, pas investimeve të reja në pompa si dhe rënjes së volumit të ujit të prodhuar me ngritje mekanike. Po ashtu në disa raste, përmirësimi ka ardhur si rezultat i rakordimeve të bëra nga shoqëritë ujësjellës kanalizime me operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike për fatura të pasakta. Kostot e energjisë janë një shqetësim për shoqëritë e ujësjellës kanalizime, që lindin si pasojë e humbjeve fizike, por edhe cilësisë së pompave të përdorura prej tyre. Për pasojë, shumë prej kompanive përballen me fatura të larta dhe të papërballueshme për financat e tyre, duke akumuluar borxhe ndaj OSHE-s. Ndërkaq dhe rezoluta e vitit 2024 i linte detyrë entit rregullator të ujit t'u kërkonte ujësjellësve të bënin një studim mbi eficiencën e energjisë në sistemet e furnizimit me ujë, duke u fokusuar në përdorimin e burimeve alternative të rinovueshme nga këto shoqëri. Në këtë kuadër, RU raporton se energjia edhe për vitin 2024 mbeti zëri i dytë i kostove të operimit dhe mirëmbajtjes pas atyre të punës. Ndaj, sipas entit, në mënyrë të vazhdueshme i është kushtuar vëmendje e veçantë këtij zëri të kostos, duke analizuar në detaje, sidomos në momentin kur shoqëritë e ujësjellësit aplikojnë për nivel të ri tarifor. Në këtë kontekst, RU jep dhe rekomandimet përkatëse për secilën shoqëri ujësjellës kanalizime individuale mbi masat e nevojshme që duhen ndërmarrë prej tyre për përmirësimin e eficiencës së energjisë, duke konsideruar dhe burimet alternative të saj, bën me dije enti.